Për studentët që kanë humbur afatin e aplikimit për ushtrimin e të drejtës për ushqim të subvencionuar në afatin që nga 1 deri më 5 nëntor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ofron afat shtesë aplikimi, duke filluar nga sot deri më 16 nëntor 2025. Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se kandidatët duhet të aplikojnë në formë elektronike në linkun e web faqes për shërbime elektronike dhe kur të aplikojnë të plotësojnë formularët kërkesë për fitim të së drejtës për ushqim të subvencionuar për studentët dhe deklarat për saktësinë e të dhënave të vendosura në kërkesën për fitim të së drejtës për ushqim të subvencionuar për student, të cilat do t'i nënshkruajnë dhe do t'i bashkangjisin aplikimit elektronik. Ndërkaq fondet, ata thonë se do të fillojnë që t'i marrin pas fundit të muajit në të cilin kanë aplikuar. Të gjithë studentët që kanë realizuar të drejtën për ushqim të studentëve do të fillojnë të marrin fondet në muajin pas fundit të muajit në të cilin kanë aplikuar për të drejtën për ushqim të studentëve. Për të gjitha pyetjet që lidhen me regjistrimin e përfituesve për ushqim të subvencionuar për student, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka ofruar mbështetje përmes sektorit për standardet e nxënësve dhe studentëve. Ndërkaq kujtojmë se mbi 1000 student kanë ngelur pas subvencione për ushqim për shkak të mbikëqyrjeve administrative dhe koordinim të pamjaftueshëm midis fakulteteve dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Sipas platformës së mbrojtjes së studentëve, Studentaria dhe nga vetë Ministria thonë se disa fakultete nuk i kanë dorëzuar listat e studentëve të regjistruar në kohë tek Ministria. Prandaj shumë prej tyre u është hequr përkohësisht e drejta për subvencione për ushqim.